vajza. Të gjithë kemi shok, miq edhe të afërm që mund ta agjerojnë. Por e bukura është që në fund fare, pavarësisht përkatësisë fetare, ne Bajramin e festojmë të gjithë së bashku. Dhe tani është momenti për të biseduar me një të ftuar, i cili mund ta pyesim pak më tepër, të cilin mund ta pyesim pak më tepër për besimin, për devotshmërinë, etj. Ai është një mik i burrave dhe i grave. Ai është shumë viral në Instagram dhe në TikTok. Në fakt ai me profesionin e tij deri diku mund të imponojë një seriozitet, por jo, ai ka një karizëm të jashtëzakonshëm. E ndjekim kush është dhe kthehemi në studio. E vetë në gjë që mund të haj njëri në Ramazan dhe nuk prishet agjërimi është dajap. Vjerri non stop më fyn me fjalë të pista, duke më quajtur për dal orospi. Stak për dha çka kafshësh. E çfarë mos ki kontakt me kafshën. Kjo punë si e përmet punë kur bon që nuk e bo për sëri, të vjen puna me e bo është gjëna. Ua, çfarë pyetje. Po më thonë që për fëmijën duhet me i vun një krëher dhe pasqyrë dhe fije fshese poshtë jastikut. Dashkan me ta bo pastru qyteti çunit, nga këto të komunales. Një komshia ime ka marrë një top me petë zi dhe e lidh dhe gjithë rrugën bashkë me shtëpiat. A quhet kjo magji? Po s'e kjo magji, s'ka magji në botë. Që atë komshien duhet me stabilizu. Burri më thot, ti e martu me mu, s'ka mod kujdesesh për nënën dhe babajnë tënë. Ky është burr mashtrus, manipulator, s'muhabet leprash. Vjerri im ka varë në mur fotot e prindërve të vetë që i kanë vdekur. Unë kam thënë që nuk lejohet me i vënë se është gjëna. Shtëpitë vjerrit, qepe. Dhe mirë ka thonë vjerri. Kur të vdesin tu, mos i vën murët. Për një vit i kam zbuluar se burri del në përtakime dhe shkruan me një grua tjetër të divorcuar. Ka thënë, flas dhe e takoj se dua ta afroj me Zotin. A shpirti im sa i një qeravi. Vjen në studio Ahmet Kalaja. Mirë se erdhe. Kemi kënaqësinë të kemi në studio dhe do të zbuloj një sekret. Sa po morëm vesh që jeni ju i ftuar, të gjitha buzëqeshën. Ishte kohë dhe momenti i dur, mendoj, dhe Ramazan dhe 8 mars. Faleminderit shumë, Zoti nderoft. Ndjehem shumë i privilegjuar që jam mesin tuaj, edhe që kemi pse qesh nuk të tash na thuaj pse qesh. Duhet me qesh ne, jo ti. Tani ne duam të dim arsye pse qeshni. Tani puna është se kur buzëqesh, domethënë dhuron qetësi tek tjetri. Edhe bën që të harroj hallën dhe sikletën. Ne na futej çik siklet kur qeshe. E bukur. Kështu si mes grashe, gjithashtu. E bukur, shumë e bukur. Ke qenë ndonjëherë kaq shumë në mesin e grave sa sot? Jo, vallai si sot jo. Si po ndihesh? Si po ndihesh në mesin tonë? Shumë mirë, jo, shumë mirë. Mendon që është dita jote me fat sot? Ka pasur dhe tjera me siguri. Ahmet, absolutisht që nuk je hoç klasik. Edhe pa diskutim që kjo siç ka të mirën e vet, që në farë mënyrë ka bërë shumë kënd që të ndjeki, të dëgjoj dhe ta shijoj atë çfarë ti thua dhe këshillon. Nga ana tjetër mund të ketë edhe kritika, si ka ndodhur me ty? Jo, është normale. Domethënë çdo punë që e bën njeriu është e pamundur të gjesh, sidomos në Shqipëri, është e pamundur të gjesh të ta vlerësojnë të gjithë, ose do të gjesh njerëz që të lavdrojnë dhe njerëz që nuk që ta pranojnë dhe njerëz që nuk ta pranojnë. Dikush thotë që dëgjoj, figura hoxhës duhet të jetë shumë serioze, duhet të ketë autoritet, duhet të flasë vetëm me vetulla të ngrysura. Po nuk jam kjo pjesa, me thënë drejt, nuk e gjej veten aty. Them që kur je i natyrshëm dhe kur je vetvetja, je më i mirë, je më i popullor. Ndërkohë që faktikisht nuk është se fjalimet e mia janë të gjitha ato batutat, ka edhe pjesë shumë serioze që trajtohen, po kam zgjedhur që të jetë lidhja ime me njerëzit nëpërmjet buzëqeshjes.
Gjen gjuhën e përbashkët me këdo. Po, ka një fjalë të bukur profeti alayhis salam që thotë, ti kur buzëqesh është njësoj si kur je duke dhënë para për të varfrit. Ka një vlerë të madhe, domethënë, sepse i jep tjetrit qetësinë, i jep tjetrit rehatinë, bën tjetrin të ndjehet mirë. Kurse kur je serioz, kur je i zymt, edhe tek tjetri, domethënë, rrezaton keq, domethënë. Me pak fjalë buzëqeshja është zgjedhje për të dhuruar, për të bërë një dhuratë shpirtërore. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, doja të dija çfarë ndodh në këtë muaj, se shikojmë shumë të rinj që në moshë shumë të re, pa qenë ndoshta edhe adoleshent, agjërojnë. A është e lejushme kjo? Rinia sot çfarë nuk provon edhe çfarë nuk bën. Më mirë të provoj pjesën e adhurimit ose e agjërimit sesa të provoj gjëra të tjera. Pra më mirë një i ri ose një e re letritet me këto normat e dashurisë për Zotin, respektit për prindrit, kujdesit ndaj të varfërve, sesa me normat e tjera të cilat janë kudo gjendur. Ka disa persona që përdorin agjërimi për fasting, si do i gjykonit ju? Ndonjëherë kështu nis, po pastaj fillon edhe ja ndjen shijen, ja ndjen lezetin edhe bëhet e pëlqyeshme. Shumë ka njerëz që kanë agjëruar vetëm për natë kadri. Pastaj kanë agjëruar 3 ditë, pastaj kanë agjëruar gjithë Ramazanin. Pranohet kjo? Pranohet edhe kjo. Normalisht, edhe ky lloj agjërimi. Ka një ajet kuranor që thotë Zoti s'humb as grimcën më të vogël. Qoftë e mirë dhe qoftë e keqe. Pra, sado e vogël qoftë e mirë nuk humb, po edhe sado qoftë e keqe prap nuk humb. Domethënë, çfarëdo që të bëjë njeriu Zoti nuk e humb. Do të kërkoj një favor gjatë bisedës që do bëjmë sot në studion e Goca dhe Grave, mos ndrysho nga ai zotëria që shohim në rrjetet sociale, se na ke dalë shumë serioz sot edhe po dyshojmë kush është i vërteti. Kështu që përgjigjet i duam si në rrjetet sociale. Po varet nga pyetjet, sa ti vin pyetjet. Pastaj kam dhënë emocionet e mia me zgradë, si ka ndodhur ndonjëherë.